po përsëris është fillimi një krize të re, nuk e di kur do të përfundoj, me momentumin kur po ndodh dhe me logjikën e Albin Kurtit, nëse po don zgjedhje të reja, atëherë më prit zgjedhje diku në verë, prap të planifikume sipas ti besoj, por prap po them këtë lojë politike, këtë poshtërsi politike nuk ja kanë bërë qytetarët e Kosovës. Albin Kurti ka fitu 51%, çka po don më shumë? 80. Unë s'po kuptoj. Nëse po i don 80, atëherë kjo është një çmenduri politike që mundet veçaj me prodhu, përkatësisht me pas në mendje. Nuk e di çka kërkon ky njeri më shumë. I ka 51%. Me sfidu sistemin. I ka 51%, po le ta sfidon sistemin, po sistemi nuk sfidohet në kurrezet e qytetarëve të Republikës Kosovës. Vetëm për një vit i kemi marrë 2 palë zgjedhje nacionale. Pse duhet më shku edhe një palë zgjedhje nëse kjo është qëllimi? Çka më rrin Albin Kurti edhe me një palë zgjedhje? Ose nuk po don me qenë kryeministër, edhe po lyp shkaktimin e krizave të reja, të cilat përfundojnë dikohet që përfundojnë nuk e dim, ose thjesht për një mend është një çmenduni e tij politike në kuptimin që për mua as 51 nuk po mundem na me zgjedh presidentin, hajde shkoj me 80, mos po mundem me zgjedh presidentin në këtë rast.